Njësoja. Ti shkove atje. Tak, vetë të krevati, të sejti. Ose devijom mua betin, se unë nuk si Jo, fare. Që ta di shumë kap tu dori. Po thjesht po të kthej përgjigje. Vazhdo, kthe. Po unë s'pyeta përgjigje që kthem përgjigje. Megjithatë, u futet brenda. Do t'i them unë mendimet e mia, se përderisa e kam si mendim do të ta them. Thuaj, po thua më ktheve përgjigje kur unë pyeta. Po kthim përgjigje nuk është domosdoshmërisht të kesh një pyetje, Okej, po kthej përgjigje për gjë që dëgjoj. Pyetjes bëra. Po pyetjes më vëre, s'ke çfarë pyet. Vazhdojmë këtu tash. E mbaj me këtë, që pyetjes bëra. Edhe mund të rrim këtu deri në. Po pyetjes më vëre, po vazhdo, mbaro fjalin. Po unë më lindë drejta të ndërpres, sa herë të kem shefon, sa herë që shikoj që ti gabon në lidhje me atë që po flet me mua. Për ty, bukur. Dhe unë futem, ti futesh atje brenda, dhe bën atë që bën atje brenda, se e pam se ke folur, kanë dalë ato video atje. Unë jam tregova variantin tim. Bukur, s'është problem. Unë jam thirrur. Nuk e shtova ose hoqa. Jo, asgjë, unë jam thirrur, sepse unë jam thirrur për gjën. Unë kam shkuar tanko. As të shfaqsohem. Unë jam thirrur dhe më ka thënë kështu. Çfarë ka ndodhur kjo pjesë? Dhe ka dalë ajo që ka dalë. Tani ne të dy, duke qenë se kishim atë lloj pasoje, shkaku nis tek Brikena. Ndërkohë, nuk po justifikoj Brikenën, se Brikena e di vetë se ç'bën me lojën e saj dhe me reagimet e saj. Ajo shkonat, ka shkuar atje dhe ka dhënë versionin e saj. Raportin e saj. Ne të dy e kemi një shkak që jemi në nominim. Veprimet e gjithë secili. Ma nuk ka rëndësi. Po, por ne jemi të dy, se pashut ishte njëri. Por Selin është e shfrytëzuar nga personi në fjalë, Mali, nga veprimi që ajo ka bërë, e ka egzageruar dhe e ka shfrytëzuar për ta nxjerrë. Ai nuk e ka ditë që do dalë në nominim, se besoj nuk e din. Por e ka shfrytëzuar si temë, si situatë, për ta nxjerrë në prime dhe që të goditet për veprimin e saj në prime, sepse ai një person nuk hyn në prime me gjëra që krijon vetë, por me gjëra që ka reagim. Se o do hyj si pyk, ose do krijoj këtë gjën që pse dalon te ky konkluzion, sepse sa ka ndodhur kjo gjëja, ai ka ardhur drejt për drejt te unë. Pastaj të tjerët. Okej, në rregull. Jo, shikoj. Ka ardhur tek unë. Kemi diskutuar këtë. Jo, po ta diskutoj prapë. Jo, një sekondë, do të bëj një pyetje që ma jo, atje po shkojmë. Pse është ajo në nominim. Dhe mua më vjen shumë keq për ne të tre, më shumë më vjen për Selin, se Selin është shfrytëzuar për të dalë në nominim. Më kupton? Kurse ne të dy shkak pasojmë njëri tjetrin. Në fakt aty kanë ndodhur edhe veprime të tjera. Thjesht këtyre ju është dhënë zë. Jo, thjesht këto i kanë dhënë zë. I kanë dhënë zë. Sepse Mateo unë Stelinën tha, kam kap dhe kam thënë Stelina me mua ke tepru. Sepse nuk kam qef deri në ato pikë me lut. Kupton? Deri në një pikë. Po Mateo nuk e ka shkuar duke ka thënë mu Stelina më kapim tërhoqim. Kurse ai ka bërë këtë gjë dhe më tha me gojën e tij, erdhi tek unë drejt për drejt dhe më tha: "Shiko bro, o bro, unë po të them diçka o bro, se unë me ty flas o bro, vetëm me ty flas, dhe po të shpjegoj që Selina më ka bërë këtë veprim, më kapi këtu, më rroku nga faqet, më gjuajti, më super, po ti pse gjen një mënyrë për të ma thënë që Mali po ankohet. Një sekond. Do të thonë duhet kisha bërë një vetmbrojtje. Një sekond, nuk kesha. S'kishe çfarë vetmbrojtje të bëj ato. Nuk e çfarë sepse më tha këtë. Prit pas këtu është thelbi, më tha, unë nuk dua ta dali kjo në prime. Çon si ka. Prit pra, nuk dua të dali kjo në prime, një sekond. Nuk dua të dali kjo në prime, nuk dua të dali kjo në prime dhe dolin prime. Me qëllimin që të dëgjoj edhe të ditë. Po unë një pyetje kam për Selinin në këtë mes. Domethënë tani më vjen në mendje, se më erdhi dhe imazhi i klipit edhe ashtu. Ti ke shprehur disa herë që ke raport disi të keq me Malin. Mos pse shkove pikërisht ai person t'ia bëja të veprime, se mënyra si ishte sjellti te klipi që pam ne, nuk ishte si dashamirës, ndërkohë që ti ke tjetër raport me ata. Mos ka patur në një tendencë. Ta them unë. Tjetri kur e prek që ti nëse s'ke qenë aty jashtë, ti duhet ta shikosh gjithë. Bravo, duhet ta shikosh gjithë klipin. Pas vetëm çfarë u transmetua. Dhe duhet të shikosh gjithë situatën që ka ardhur Mali te dhoma. Dhe deri unë Malin e kam puth, unë Malin e kam përqafu, unë me Malin kam kërcy, unë Malin... Sepse thash, për pos... Jo, një sekundë. Ja, se po ta shpjegoj. Për pos lojës që neve jemi kokë më kokë, ajo është një situatë që Malin nuk reagon dot mbrapa. Dhe unë thash, tani do bëj një gjë fani me Malin, që Mali kur kthehet në lojë, neve të kthehemi po njësoj. Domethënë, gjithë një moment për të treguar Malit që me mua nuk e problem Selin dhe Mali. Ka qenë tendencioze pra domethënë.
Si tendencioz? E ke bërë me tendencë që të ketë një reagim kur të kthehet. Jo, nuk Dhe erdhi e reagimi. kam bërë ta kuptoj Mali që unë si Selin me Malin, si mal, si djalë, nuk kam probleme. Çfarë mua më shqetëson është mënyra se si ai ka qasje ndaj debateve dhe se si gjuhet nëpër debate. Pra unë aty u solla, aty jam sjell mirë me Mirin, Kristin dhe Malin. Se Mateos për shembull ja kam nxjerrën. Saqë Mateo kur tha